Kjo është një çështje, një rast i rëndë në të dy anët, sikurse ka rasti ku mungon një jetë njeriu, sidomos duke marrë përpasje një zyrtar policor, dhe në anën tjetër janë disa persona që janë në kufizimin e lirisë, madje që në mesin e tyre nuk përjashtohet që mund të ketë edhe persona pa faj. Sido që tjetë, në vendin tonë, masa e paraburgimit caktohet, thuaj se sikur që bën pjesë në vendet që caktohet më së shpeshti dhe më së shumti, por është një standard ligjor që do të mbushet, pra do të ekzistojë paraprakisht dyshimi bazuar se personi është kryesi veprës penale për të caktuar masa e paraburgimit, e që tek ne ndodhet shpeshherë kundërta, një herë pra caktohet masa e paraburgimit, për të kërkuar dyshimi i bazuar apo jo, a ekziston apo s'e ekziston. Dhe në rastin konkret sa është e rëndë që kemi një jetë njeriu të humbur, madje një zyrtar policor, në anën tjetër është po aq e rëndë që dikush të mbahet në paraburgim nën supozimin e gjetjes së provave dhe mos të ketë lidhje me veprën penale. Është jashtëzakonisht e vështirë ndër lidhje veprimeve, por policia fillimisht ngrit disa pista, disa dyshime, por prokuria dhe gjykata do duhet që të filtrojnë ato informata, ato dyshime të policisë dhe eventualisht të sjellin diçka konkrete. Nuk nënkupton që nëse një person nuk paraburgohet dhe nuk vazhdohet paraburgimi, kurdo që sigurohen prova, ai person nuk mund të arrestohet. Por ekziston rreziku i ikjes, pra, dhe i ndikimit. Rreziku i ikjes është supozohet thuajse në çdo rast, në çdo kërkesë për caktim paraburgimit, dhe kjo është një lëndë e rëndë, është e vështirë që dikush mund të ikë penale vrasje. Pra asnjë person nuk mund t'ia vë vetes sikush që të ikë dhe qëndroj dikujt i fshehur, se më mirë është qëndroj nën masën e paraburgimit dhe ta mbajë të hapur gjatë gjithë jetës një çështje siç është vrasja e rëndë, që nuk parashkruhet asnjëherë dhe nuk ka llogari askush që të ikë përveç nëse dikush supozon e pretendon që mund t'i arritën të ndryshojë me pamje, me identitet, me të gjitha dhe të jetojnë në një vend diku që mos të kthehet fare asnjëherë në Kosovë. Është jashtëzakonisht e vështirë, pra që por rreziku i ikjes në thuaj se ekziston çdo kërkesë të prokurisë edhe pa u argumentuar fare. Rudani edhe një pyetje në vend, po do ta parashtroj pas parasysh eksperiencën tuaj në dy fusha, qoftë si ish fitues, qoftë si avokat. Sa është e rëndësishme pra shkurtimisht që të zbulohet motivi dhe sa e vështirë është të zbulohet motivi? Unë besoj se baza kryesore është këto tek motivi dhe se kjo vrasje nuk ka qenë vrasje e rastishme, besohet se nuk ka qenë vrasje nga pakujdesia, sepse një person është përcjellur, një zyrtar policor për të vrarë, duke ditur se po vritet një person që ka qasje në armë dhe ka eksperiencë në përdorimin e armës, dikush e ka menduar këtë çështje nuk është e rastishme dhe ka një motiv, një qëllim dhe një dashje tepër të fortë për ta kryer, për ta privuar nga jeta rrështerin policor. Dhe në këtë rast, mbase policia ndoshta mund ta di tani motivin dhe mund të ketë arritur tek motivi, por duhet të argumentojë me prova konkrete, por motivi është ajo që dihet dhe mund eventualisht të parafrohen tek kryesit potencial të veprës penale. Po që se motivi nuk dihet, është jashtëzakonisht e vështirë. Ne në fillim të kësaj çështje kemi pas paksa paqartësi, është thënë se është vrarë lidhje me detyrën zyrtare rrështeri, por nuk i është dhënë, kam thënë edhe më parë, nuk i është dhënë as epiteti i një heroi, se nëse ai është vrarë lidhur me detyrën, ai do duhet të ishte të shpallë hero, dhe në anën tjetër nuk janë dhënë argumente të konkrete për personat që janë arrestuar dhe